Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të kalojë për gjykim dosjen e dytë në ngarkim të ish-kryebashkiakut të Imarës Jorgo Goro. Ai akuzohet për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim dhe për më shumë se një rast. Sipas vendimit të togave të zeza, u pranua kërkesa e prokurorit të Spakut, Elvin Gjokaj, për miratimin e akuzës, ndërsa pala mbrojtëse përfitoi nga e drejta e gjykimit të shkurtuar. Seanca e parë gjyqësore në themel është caktuar të zhvillohet në 20 maj. Akuza e kësaj dosje bazohet në një kallëzim të bërë nga Fredi Beleri, i cili pretendon se në vitin 2016 Goro i ka dhuruar 4263 metra katror tokë pasuesit të tij të komanduar në krye të bashkisë Arqile Bollano. Përveç Goros, të pandirur në këtë çështje janë edhe Vasilaj Strakosha dhe Jerasimo Bashi, të dy ish-drejtorë të Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Menaxhimit të Tokës pranë Bashkisë Imar. Kujtojmë se në muajin mars Goro u dënua me 3 vite e 1 muaj burg për shpërdorim detyre dhe mosdeklarim pasurie, si dhe u ndëshkua me 5 vite ndalim për të mbajtur funksione publike.